Unë jam Brunilda Mersini. Jetoj në Vlorë, në një qytet me histori, krenari dhe njerëz që dinë të punojnë, të falin dhe të ecin përpara edhe në kohë të vështira. Kandidatja për deputete në listën e hapur të Partisë Socialiste për qarkun e Vlorës, Brunilda Mersini, u është drejtuar qytetarëve të qarkut të Vlorës, të cilët do të zgjedhin fatin dhe të ardhmen e tyre dhe të vendit tonë më 11 maj. Nëpërmjet një video mesazhi të shpërndar edhe në rrjetet sociale, Brunilda Mersini thotë se ka zgjedhur që këtë radhë të ketë një sfidë me politikën, për të qenë po aq e dobishme për njerëzit për te mureve të spitalit, duke qenë zëri të gjithë qytetarëve të cilët nuk dëgjojnë mjaftueshëm. Mersini beson se kur gratë marrin përgjegjësi, ndryshimi është i vërtet, ndaj thotë se kërkon të sjellë një politikë reale që prek hallet, ëndrat, jetën reale të qytetarëve. Jam mjeke në profesion dhe nën në jetë. Kam ndihmuar me duart e mia shumë njerëz, në dhimbje, në pritje, në shpresë. Dhe nga ajo përvojë, kam kuptuar se njerëzit kanë nevojë për kujdes, për ndjeshmëri dhe për gjegjësi. Kam zgjedhur të hyj në politikë sepse dua të jem po aq e dobishme për njerëzit dhe për te mureve të spitalit. Dua të jem zëri atyre që nuk dëgjojnë mjaftueshëm. Dua të sjell një politikë që prek jetën reale, hallet dhe ëndrat tuaja, sepse besoj që kur gratë marrin përgjegjësi, ndryshimi është i vërtet. Jam një grua si shumë prej jush, që punon, sakrifikon, kujdeset dhe lufton çdo ditë për një të ardhmen më të mirë. Tani dua të luftoj edhe për ju, me zë, përfaqësinë dhe vepra. Unë jam Brunilda, zëri juaj, forca juaj. Brunilda Mersini kërkon nga qytetarët të Vlorës votbesimin për të qenë nesër në Parlamentin e Shqipërisë, zëri dhe forca e tyre për të luftuar me zë për përfaqësimin dhe vepra sa më të mira në të ardhmen. Bashkë për një të ardhme më të drejtë dhe më të bukur, përfundon mesazhin kandidatja Mersini. Bashkë për një të ardhme më të drejtë dhe më të bukur.